Ka pasur një keqkuptim lidhur me intervistën e zhvilluar së fundmi, lidhur me vendimin ose kërkesën e prokurorisë për të dënuar me 45 vite burg Hashim Thaqin dhe komandantët e luftës. Për të folur mbi këtë keqkuptim, kam të ftuar në një lidhje direkte avokatin Zaqi Islami. Zoti Islami, faleminderit shumë për intervistën. Dhe unë ju falenderoj juve për ftesën. Zoti Islami, mund na thoni pse kishte një keqkuptim në intervistën e fundit? Jo, s'ka keq kuptim. Ka keq interpretim me dashje. Dhe ky keq interpretim me dashje bëhet nga njerëz të caktuar, nga forca të caktuara, nga mbështetës të caktuar të forcave politike të majta në Shqipëri dhe me qëllim hedhin balt dhe shtërmërojnë ato që kam thënë unë në intervistën tuaj të ditës kaluar, të radhës kaluar. Pse e them këtë? Unë e them këtë dhe argumentoj këtë që them, sepse është në gjyq dhe është bërë kërkesa, është depozituar kërkesa e prokurorisë së gjykatës Hagës për të dënuar ish krerët e ushtrisë ligjitare të Kosovës që janë në Hagë dhe konkretisht janë 4 veta. Nuk e di se çfarë probleme kanë ngritur dëshmitarët e ndryshëm në gjykatën e Hagës, dëshmitarë kosovarë, nuk flas për serbë, të ndajnë gjërat, dhe kryesisht dëshmitarë nga opozita e Kosovës, kryesisht LDK-ja. Sepse nga informacionet që kemi dhe nga çfarë është thënë në shtypin dhe në mediat kosovare, këta zotrinj, dhe jo këta zotrinj, po unë kam fjalën kryesisht për Thaqin, të tjerët nuk e di se çfarë kanë bërë dhe si kanë bërë. Hashim Thaqi në radhë parë njerë nuk e ka drejtuar luftën dhe nuk është e vërtetë. Dhe këtë e vërtetojnë videot dhe pamjet dhe intervistat e zonjës të ndjerës Madeleine Albright në mars të vitit 1999, kur dha alarmi dhe ikte nga një kryeqytet në tjetër, nga Berlini në Paris, në New York, ku nuk vajti me qëllim që të gjendej Hashim Thaqi, sepse atë kishin emëruar komandant të luftës, që në fakt nuk ka luftuar asnjë ditë. Asnjë ditë. Ai ka qenë në vilën 31 të Enver Hoxhës, këtu në Tiranë, në shtëpinë e Enver Hoxhës, dhe s'ka qenë në luftë. Këtë ka deklaruar dhe opozita shqiptare e kohës dhe pushteti shqiptar i kohës. Problemi është që shqiptarët janë të mbytur, janë të zënë fryma nga një propagandë, nga një media tërësisht komuniste dhe mbështetëse politike e Hashim Thaqit. Po Hashim Thaqi nuk ka bërë luftë. Luftën e kanë bërë ata që dhanë gjakun, që dhanë jetën dhe që erdhën nga Amerika, nga Zvicra, nga Evropa, erdhën djemë të rinj dhe dhanë jetën. Asnjëherë s'kam qenë kundër luftës së UÇK-s, asnjë deklaratë të tillë s'kam bërë, kushdo që thotë të kundërtën është mashtrues, është gënjeshtar dhe dezinformon opinionin publik. Unë kam thënë vetëm kaq. Dhe po e përsëris. Gjykata speciale e kërkoi qeveria e Kosovës. Dhe gjykata speciale është ngritur me kërkesën e qeverisë së Kosovës. Hashim Thaqin e kanë marrë amerikanët, siç e meritonte, nga zyra e kanë nxjerrë për jashtë, nga zyra e kanë ikur në helikopter dhe kanë çuar në Hagë. Nuk e çova unë. E çuan Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ata që udhëhoqën luftën, që ndihmuan dhe jo ndihmuan, po kryen luftën në kundër Serbisë në Kosovë, në ajrin e natyrisë, në tokë ishin djemtë dhe burrat e Kosovës që dhanë jetën. Dhe kam thënë dhe këto që t'i dëgjojnë kush ka pretendime. Ka vajtur 4 herë ky Ramush Haradinaj në Hagë, dhe të 4 herët ka vajtur me kërkesë të gjykatës Hagës, ka bërë dhe burg atje, si burrat, dhe është përgjigjur tamam si burrat dhe si që ka hije trimave. Dhe të 4 herët ka dalë i pafajshëm dhe është kthyer dhe është në Kosovë dhe drejton partinë e tij politike. Por në Kosovë është bërë, po e përsëris prapë,
është bërë ajo që bën komunistët shqiptarë në 43-shin me urdhër në 44, në 43-44, me urdhër të Dušan Mugoshës dhe Miladin Popovicit. Dhe janë po ata që kanë goditur LDK-n në Kosovë, po ata pasardhësit e atyre që mbështesin sot Thaçin, i cili ka dhënë urdhër, siç thuhen në Kosovë, nuk e di, s'kam qenë atje, nuk jam pjesë e luftës Kosovës, por di që janë bërë krime në popullsinë civile të Kosovës, tek qytetarët e Kosovës, të cilët kanë vajtur dhe kanë dëshmuar dhe kanë thënë gjëra rrënqethëse. Nuk janë të çmendur prokurorët evropian që të dënojnë një njeri koti. As që ma merr mendja se prokurorët e gjykata e Hagës i kundërvihet Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Avokat, po flasim për krime gjatë luftës apo për krime pas luftës? Nuk kam lexuar këtë akuzën, e din ata për çfarë akuzojnë. Nuk e kam lexuar këtë akuzën. Duhet ta lexoj që t'jap mendim. Mendimet e mia deri tani janë mbi bazën e thënieve dhe të deklarimeve të opozitës kosovare, të Lidhjes Demokratike të Kosovës, të cilët i kanë hequr mbi kurriz veprimet dhe bëmat dhe gjëmat e Hashim Thaçit me shok, të Gjarprit, me pseudonimin Gjarpri. Por të mos harrojmë, dhe po e theksoj prap, ishte ministri e jashtme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që bërtiste dhe qirri më të madhe, në kuptimin e mirë të fjalës, po them shumë e shqetësuar, sepse zoti Thaçi nuk shkonte në Hag, në Rambuje për të filluar luftën kundër Serbisë, sepse duhet patjetër firma e tyre. Dhe ka vajtur 15 ditë me vonesë. Ato 15 ditë që i dha kohë Miloševićit për të çuar tanket në Kosovë dhe për të furnizuar tanket me naftë të dërguar nga Shqipëria, nga Sali Berisha në Kosovë, nëpërmjet Malizi, dhe për të vrarë edhe për të gjymtuar familje dhe qytetarë shqiptarë. Pra, Hashim Thaçi nuk ka det që ta lajë oqean, nuk e lan dot. Dhe thonë tërtitën këta që bëhet kundër Amerikës. S'është e vërtetë. S'ka fare lidhje me Amerikën, ka lidhje vetëm me krimet që kanë bërë kundër qytetarëve të pafajshëm të Kosovës. Ato krime janë depozituar në dokumenta, janë ngritur, janë thënë në shtyp, po denoncohen për ditë dhe vën qytetarët e Kosovës dhe dëshmojnë, i kemi parë dhe në përsekuenca të pakta që ka dhënë televizioni Kosovës, i kemi parë që kanë vajtur dhe kanë denoncuar krimet që ka bërë zoti Thaçi, Gjarpri, se kështu e kishte pseudonimin Gjarpri, dhe shokët e tij. Pse nuk u dënua ose pse nuk u thirr në Hag, bie fjala, po marr një person. Dhe personi që po diskutojmë tani është ish zëvendës shefi i shtabit të përgjithshëm të Kosovës, Dilaver Goxhaj. Pse nuk e akuzojnë Dilaverin? Ka qenë në shtabin e luftës. Ndërsa jam kundër dënimit në grup të udhëheqjes së luftës Kosovës, së shtabit luftës. Është e vërtetë. Ata atë kanë punuar burra dhe kanë luftuar dhe kanë udhëhequr luftën burra dhe trima dhe oficerë të shkëlqyer, si nga Shqipëria në Trungumon dhe nga shqiptarët e Kosovës. Pra, askush të mos deformoj fjalët e mia, gojën e ka secili të ti mund të thotë çfarë të doj, por mua më intereson e vërteta të mos ketë shtrëmbërime të fjalës time, të mos ketë shtrëmbërime, nuk i lejoj shtrëmbërimet. Kush ka këllqe dhe kush është burr të ballafaqohet me mua të më thotë këtu, jo në komentet tuaja atje. Nuk më hyn punë komentet tuaja. Atje patjetër patronazistët do shkruajnë. Patronazistët dhe kushdo tjetër, kushdo qoftë tjetër. Unë kam një pyetje lidhur me pretencën e prokurorisë. Një nga akuzat që bën prokuroria e Hagës thotë që Recep Selimi ka qenë organizatori i sulmeve të 12 stacioneve serbe. Pra, ka dhe akuza ndaj ish komandant ushtrisë kombëtare të Kosovës që kanë sulmuar forcat serbe. A është një lloj, po themi, a është e drejtë kjo kur në një luftë sigurisht që do të sulmojnë dhe do sulmohesh? Më fal një minutë. Recep Selimi në mos gaboj është ai që është me kokë të qetur, më duket se është më i riu atje, kam ndjekur 2-3 intervista atje. Dhe ai
Ai për mendimin tim ka bërë gjë më të shkëlqyer, gjë më detare që duhet të bënte. Recep Selimi është në të paktën burra që gjykohet atje padrejtisht dhe në dëshmi që ka dhënë ka rrëzuar të gjitha akuzat që janë bërë. Nëse ka sulmuar 12 post bloqe serbe apo 12 post komanda apo 12 stacione serbe, ka bërë gjë më të shkëlqyer. Ka sulmuar pushtuesin zotëri. Dhe pushtuesi sulmohet në çdo pikë kudo që të kesh mundësi ta sulmosh. Sulmuesi, ai pushtuesi është pushtues. Pra ju mendoni vetëm Hashim Thaçi duhet donohet për krime që mund të ketë bërë sipas jush. Ai e ka udhëhequr politikisht, ushtarakisht s'ka vajtur asnjëherë në front. Politikisht ai e ka udhëhequr. Dhe nëse ajo akuza i bëhet Hashim Thaçit, i bëhet sepse kanë dëshmuar qytetarë kosovar për krime të organizuara dhe të urdhëruara prej tij. Nuk e di sa është e vërtet, e din ata që kanë dalë për seanca gjyqësore, që kanë dëshmuar, nuk janë të paktë, janë me dhjetra, për të mos thënë më shumë, që kanë vajtur dhe janë paraqitur në gjykatën e Hagës dhe në gjykatën speciale për krimet e luftës, dhe krimet e luftës janë dënuar si nga sërbët që kanë bërë pa diskutim, që kanë bërë krimet llahtarshme dhe unë i kam dënuar personalisht në median greke që ta di shqiptarët, dhe jam i vetmi që kam dënuar me forcë dhe kam thënë Miloševići ka sapi popujve të Ballkanit. E keni në video, mund t'ua dërgoj juve ta transmetoni kur të doni. Unë jam i hapur në ato që them, po nuk mund ta ha sapunin për djathtë. Ma bëjnë Hashim Thaçi që është bërë gurguleja atëherë për të vajtur në Rabuje dhe nuk shkonte. Dhe ishte edhe Sali Berisha që thoshte të mos firmoset Rambujeja. Ka bërë të pamundur Ismail Kadarea për të firmosur marrëveshja e Rambujes. Këto janë fakte historike zotëri që nuk i mohon askush. Askush nuk i mohon dot. Dhe ti çfarë të doj, çfarë shkolle të doj të ketë, çfarë pozicioni të ketë politik apo ushtarak në botë, këto nuk i mohon dot, se janë fakte historike dhe i kemi të regjistruar në për video. Pra, ti vëm kokë muhabetit edhe bisedës. Unë ju drejtohem qytetarëve shqiptarë duke këmbgulur dhe njëherë për ato që kam thënë për Hashim Thaçin, nuk u heq presja atyre se nuk flas pa menduar, nuk flas as pa argumenta dhe pa prova, dhe nuk lejoj askënd që mua të më akuzoj se jam bërë vegël e Serbisë apo e serbëve kundër lëvizjes shënimtare, ushtrisë shënimtare të Kosovës. Jo zotëri, askush nuk mund ta bëj këtë. Gojën e ka se cili të tia, mund të nxjerrën nga goja gjithçka që kanë bashkë. Por e vërteta është kjo që them unë, që Hashim Thaçi më shumë e ka sabotuar ushtrinë shënimtare të Kosovës dhe luftën në Kosovë se sa e ka ndihmuar. Kush e ngriti në krye? Në krye ngritën komunistët shqiptarë dhe pasardhët i Temugorçës në Milošević. Aty Mugorçës dhe këti udhëheqësit tjetër, serbit tjetër që formuan Partinë Komuniste Shqiptare në Shqipëri. Pra, absolutisht nuk pranoj dhe nuk do pranoj kurrë që të më akuzojnë se kam thënë gjëra të pavërteta. Problemi, çështja ime është tek emri Hashim Thaçi ose Gjarpri, i cili ka jetuar këtu në Tiranë në vilën 31 të Enver Hoxhës, në mes të mirave, në një kohë që shokët e tij luftonin në Kosovë dhe i jepnin jetën. Shokët, domethënë, pjesëtarët e ushtrisë shënimtare të Kosovës. Pra, ti vëm kapakun kësaj pune, kësaj çështje, nuk lejoj askënd që të më përgojoj, qoftë nëpër media, qoftë në për komente, të më përgojoj dhe të thotë kundërtën e atyre që kam thënë unë. Unë kam thënë ato që janë të vërteta dhe që janë të provuara me dokumenta dhe me video. Zotëri, Hashim Thaçi ka qenë në Tiranë, nuk ka qenë në drejtimin e luftës. Ata që qenë në drejtimin e luftës, i ke o heroj, o i ke sot që janë në opozitën e Kosovës, kundër asaj Partisë Demokratike të Kosovës. Hashim Thaçi nuk ka thënë kush Ukshin Hoti dhe Femia Gani. Hashim Thaçi nuk ka thënë dhe nuk ka kërkuar ku janë të zhdukurit në Kosovë. Hashim Thaçi asnjëherë nuk kërkoi kthimin e
1600, mos gaboj, 1600 kosovarëve të rrëmbyer dhe të zhdukur në Serbi. Nuk ka folur për varret masive që kanë hapur me shqiptar ushtria serbe. Krimet e ushtrisë serbe zotëri nuk ka det oqean nuk ka që t'i laj dhe krahasojnë atë Hashim Thaqin me krimet e atij Miloševićit apo të generalëve të tij, atyre kriminalëve që kanë pirë gjak serbësh, nuk e keni parë çfarë kanë shkruar dhe çfarë na kanë dërguar nga Kosova lidhur me krimet që janë bërë atje. Hashim Thaçi ka dorën e tij. Ose të dalë për një të dalti për një shtroj, të mos flasë si politikan atje, të flasë në qoftë se pretendon që ka qenë udhëheqës ushtarak i luftës për çlimin e Kosovës, të dalë ta thotë. Ramush Haradinaj, janë vrarë 2 apo 3 vëllezër, në mos gaboj, nuk e di sa janë vrarë në familje e tij, ka shkrirë me gjak dhe me pasuri për Kosovën, Ramush Haradinaj. Dhe hiena dhe banditët e Hashim Thaqit të socialistëve shqiptar dhe të komunistëve shqiptar nuk e zënë në gojë fare. Kurdo. Avokat, prokuroria e Hagës është e njëjta prokurori që ndaj Ramush Haradinajt ka ngritur akuza për krime lufte, megjithatë u shpall i pafajshëm. Çfarë ndodh nëse Hashim Thaçi shpallet i pafajshëm? Inshallah, në qofse nuk e kam gabim, Hashim Thaçi, për Hashim Thaçin kam thënë, do të dëgjojmë dhe do pranojmë verdiktin e drejtësisë. Çfarë do thot drejtësia, çfarë do thot gjykata, se fjalën e fundit e jep gjykata. Aktualisht ne nuk e gjykojmë dot dhe nuk e themi është fajtor, sepse fajtor quhet vetëm me vendim gjykate. Por di këtë që prokurori, cili do prokuror që të jetë, duhet t'i vërtetoj ose duhet t'i ketë kopsitur akuzat që ka bërë. Nuk mund të dalë dhe të veproj në kokë të tij dhe të shpik gjëra nga mendja. Avokat, prokurori Ramush Haradinaj kërkoi 25 vite burg ndaj zotit Haradinaj në 2013. Mos gaboj. Po, i provoj dot? Jo. Këtë po them, nëse edhe për rastin e Hashim Thaçit nuk i provo dot prokurori. Pra i bie që ne ta akuzojmë. Do dalë, nuk e akuzojmë ne, të lutem. Nuk jam akuzuar. Ta sqarojmë pozicionin tim. Pikërisht të po them, pra, ta sqarojmë që ti s'ke lidhje me pjesën e të akuzuarit. Absolutisht. Unë nuk kam të bëj as me pjesën e të akuzuarit, as me akuzuesin. Unë dua vendimin e drejtësisë në fund të gjykatës, në fund fare, cili do dalë, atë do respektoj, cili do jetë ai. Them që nga shtypi kohës dhe nga ngjarjet e kohës, Hashim Thaçi ka përgjegjësi të mëdha, se do dalë fajtor apo jo, nuk e di. E gjykon një gjykat e kërkuar dhe e ngritur nga Parlamenti i Kosovës, nga qeveria e Kosovës, jo nga serbë. Po ta gjykoni serbët, atëre patjetër që do isha kundër asaj gjykate. Por e gjykojnë kosovarët, e gjykojnë eshtrat dhe jetët e humbura të opozitarëve kosovar të Partisë Demokratike, të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Këtë gjykoju. Lidhja Demokratike e Kosovës është parti e djathtë, e mirëfillt kosovare nacionaliste. Ndërsa të majtët, siç janë në gjithë botën, janë bashkë dhe kanë një makinë gjigande propagande dhe thonë çfarë të duan e si të duan, por e vërteta do dalë. Pra dhe njerë, pozicioni im është nuk është akuzues zotëri. Pozicioni im është mendimi dhe opinioni i një qytetari që ka ndjekur dhe ka parë të gjitha zhvillimet politike, sidomos të pranverës së nxehtë të vitin 99. Që nga vrasja në 98, që nga vrasja e Adem Jasharit dhe derisa mbaroi lufta. Zotëri, jam me gjithë familjen time kam qenë në protestën e marsit të 1998 para ambasadës Jugosllave. Kam videon, do ta hedh në internet edhe do ta shikojnë shqiptarët. Nuk më akuzon dot burrën e mua që tu kem shërbyer atyre. Megjithatë, thash, inatet personale se i cili sot i shfrytëzon se ka media për sa duash që të flasin.
por e vërteta është kjo që them unë, sepse e provoj këtë të vërtetë. E provoj dhe me atë faktin tjetër të pak kontestueshëm që mua në Greqi më kanë mbrojtur shteti amerikan. Dhe nuk më mbrojti se isha burri mirë, as se isha burri bukur, ose mbrojta çështjen kosovare, çështjen adetare, një të vërtetë të pakontestueshme, dhe asaj i qëndroj dhe sot e kësaj dite. Avokat, ka pasur disa vrasje të bujshme gjatë kësaj kohe, sidomos edhe në Tiranë, pra janë bërë vrasje në fakt. A do ishte më e udhës që këto vrasje, sidomos të ushtarëve të UÇK-s, që thuaj që mund të jenë vrarë nga, po themi, nga grupe, klane brenda organizatës, ti hetonte edhe ti nxirrte para drejtësisë një gjykatë kosovare dhe jo gjykata e Hagës? Shiko, atë nuk e di. Nuk kam të drejtë ta gjykoj atë. Është vendim i Parlamentit dhe i Qeverisë Kosovës. E din ata, e di populli i Kosovës që i ka votuar dhe i ka vënë në krye të vendit. Ajo që di unë është që është vrarë në Tiranë, në mes të Tiranës është vrarë Adem Krasniqi, koloneli ish ministri i mbrojtjes Kosovës, nga Lidhja Demokratike e Kosovës, dhe nuk është bërë asnjë hetim, zotëri. U vra në Tiranë, nuk u vra në xhungla të Amazonës. U vra në Tiranë, u vra te deri shtëpisë, vajtën e vra në shtëpi. Çfarë hetime që janë bërë për Ahmet Krasniqin? Asnjë hetim. Asnjë hetim. Pra, edhe jo vetëm janë vrarë dhe persona të tjerë që kanë qenë kundërshtar të Hashim Thaçit. Nga kjo nisem unë që them Hashim Thaçi ka mbi kurriz plot. Edhe partia e tij. I ka bërë vetë. I kanë bërë të tjerë, nuk e di. Di që është në Tiranë Ahmet Krasniqi, koloneli, ministri i mbrojtjes i ushtrisë Kosovës. Kështu. Avokat, faleminderit shumë për sqarimin që bët këtu në VIP Magazin lidhur me qëndrimin tuaj për gjyqin që po zhvillohet në Hagë. Faleminderit shumë. Edhe unë faleminderit shumë që më dhatë mundësinë që të sqaroj opinionin publik, edhe patronazhistët që i kundërshtojnë ato që kam thënë unë, sepse ata në fakt kanë ata që dinë gjithçka dhe me qëllim bëjnë komente negative, mirë bëjnë që bëjnë komente negative, nuk më shqetësojnë ato, mua më shqetëson e vërteta, dalë e vërteta. Dhe mua më shqetëson fakti që nga gjyqi i Hagës të mos dënohen njerëz të pafajshëm, po të dalë i fajtori të dënohet dhe i pafajshmi të dalë i lirë. Dhe nëpërmjet ekranit këtu tuaj, përshëndes atë me mbiemër Selimi, se nuk jam mbaj më të mirë emrin. Ati oficerit. Recep Selimi, se e kam ndjekur disa herë. Dhe qëndrimi ati është shumë burrëror. Është i rrallë, se e kam ndjekur vetë. Ju uroj gjithë mirat.